Zonja Kostreci që tha, unë jam shumë i bindur dhe besoj fuqishëm që ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës është ushtria më fuqishme në botë dhe është e aftë dhe e përgatitur për të mundur çdo ushtri në botë pavarësisht se nga cili shtet vjen. Mirë po, ne ta kujtojmë Vietnamin dhe të kujtojmë ato që thash më herët, pozita gjeografike e Iranit. Aja vlen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta marrin një risk aq të madh dhe të drejtohen me forca toksore e Iranit, unë mendoj personalisht që do të ishte një operacion jashtëzakonisht e vështirë dhe me humbje të pa krahasueshme dhe për këtë arsye unë mendoj që politikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shikojnë që ta zgjedhin më mirë në aspektin e një marrëveshje apo bisedimeve. Sa përket Por general, Shtetet e Bashkuara nuk mund të tërhiqen pikërisht nga ato kërkesa që ju i parashtruat pak më herët. Çështja e uraniumit, çështja e ngushticës së Hormuzit, çështja e armëve balistike dhe furnizimi i fuqive proxy që terrorizojnë gjithlindjen e mesme. Këto duhet të dalë, Franco, marrëveshja do duhet të arrije, mirë po Irani ka ngul kom në disa pika, nuk janë atë shumë pika, mirë po pika kryesore për që është biseduar atje dhe që Irani nuk pajtohet asesi që të dorëzoj dikun mbi 400 kg uranium të varfruar dhe të faktikisht të zvogloj arsenalin e raketave apo të armëve që janë me lartësi të lartë dhe me lartësi të mesme dhe furnizimi i terrorizmit siç është Hezbollah dhe Hamas. Këto deri dikun mendoj që Irani do të kishte mundësi që t'ulet dhe të bisedon, mirë po ajo nuk don asesi që të dorëzoj dhe të hiq dorë nga uraniumi i varfruar dhe për këtë arsye unë mendoj që do duhej që edhe shtete tjera, përveç Pakistanit, siç është Rusia, Kina dhe shtetet evropiane që do duhet që të angazhohen politikisht të bëjnë një trusni shumë më të madhe dhe kjo trusni do duhet që të ishte sipas mendimit tim me sanksione ndaj Iranit, pastaj bllokada të ndryshme, do duhet që Irani të bllokohet ekonomikisht deri në një mas, sepse të kujtojmë që në vitin 1979, kur ka ardhur deri te revolucioni në Iran, nuk e kanë bërë klerikët, e kanë bërë të varfurit, e kanë bërë popullat. Dhe nëse shtrëngohet për stepërmi populata në Iran, dikon mbi 80 milion sa numëron Irani dhe vije deri te mungesa e ujit, barnave, ushqimit, deri te mungesa e derivateve, deri te mungesa e gjërave elementare dhe vjen mund të thojmë hipotetikisht nëse vihet deri te një shpërthim i brendshëm, atëherë unë mendoj që do të jetë e vështirë jo vetëm për Iranin, por do të jetë një bombë e kurdisur për krejt rajon atje. Dhe kjo, për këtë arsye unë mendoj që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe shtetet që janë të kyçura, apo saqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të janë duke punuar dhe janë duke vepruar me kujdes që mos të teprojnë dhe mos vihet deri te një gjë e tillë. Por unë prapë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet që të vazhdojnë me bisedime dhe të vazhdojnë me negociata që mos vihet deri te ajo më e keqja që është lufta direkte apo edhe kjo e dyta që thash mos të jenë sanksione të tepruara që të vihet deri te një revoltë e brendshme brenda Iranit.